Tani t'ju pyesim së pari si po ndiheni gjatë këtyre ditëve, ka vetëm pak ditë që është dhënë premiera e filmit, një premierë që duhet thënë ne e shijuam shumë në dy viola. Ne e shijuam shumë, por duam të dim përshtypjet. Atëherë, pa filloj unë me qenë se kam qenë më i lodhuri. So ndihem i shklodhur. Se puna ime konkludohet aty në momentin që filmi mbaron, edhe bëhet edhe testi i parë, siç është premiera, si ku ishit edhe juve. E shikon për herë të parë filmin direkt me kontakt me publikun, se deri më atë moment, domethënë vetëm unë 2-3 producentë kam parë edhe as aktorët as kërkush. Por për Marinin edhe për gjithë grupin tjetër të stafin e filmit, producentët e tjerë, Enean, e gjithë me radhë, besoj janë fillim. Se puna vazhdon akoma, puna më e rëndësishme është tani marketingu, sigurisht, patjetër. Dërgimi i filmit te audienca, se në fundit filmi për ata është bërë. E ke pas atë momentin, po them gjatë premierës të kafshimit të thonjve nga stresi, nga ankthi, si do pritet, duke parë publikun, po e pëlqen ai atje pse s'po qesh. Këtu pse duket pak i, Gjatë atë natë që gjatë filmit kur ishim edhe ne në sallë. Shiko, unë ajo vjen pak me eksperiencë. Për shembull, herën e parë po isha non stop se i kisha ato cute, ato momentet e mia që mendoja këtu do qeshin, këtu do çajin, këtu do bën. Kurse tani e di që më përpara, domethënë se çfarë do ndodhi. Po me thënë drejtë, nuk vetëm merak që kisha është se thash mos lodhen njerëzit, kishin 2 orë aty në atë festën që bën fillim. E thash edhe 2 orë filmi mos lodhen, po u befasova në fund kur njerëzit thanë, mbaroi, u erdhi keq që mbaroi filmi. Përshtypja jote është e drejtë paktën në eksperiencën time, unë nuk u lodha. Nuk e di, Viola mu duke një çike lodhur ti. Unë tani po do t'i thoja që nëse keni dëgjuar shumë të qeshura në sallë, të pa menaxhueshme dhe të pa kontrolluara ishte Viola. Ishte qeshura e Violës. Domethënë ti isha që na çmendën neve. Po, unë. Po gjoj audio, thashë që problem audio. Marin, po për ty si ka qenë sa edhe reagimet ti mund të kesh qenë kështu duke kafshuar thonë gjatë gjithë kohës në këtë film. Do isha, po për fat mirë kisha prerë atë natë. edhe nuk pata mundësi t'i kafshoja, po që emocione kisha shumë fare. Ishte hera parë që ishte një produkt i imi, domethënë si producent të radhë, po shikoja një film kinema. Edhe me të vërtet isha shumë emocionuar që ta shifja se si do pritet nga njerëzit. Edhe sa herë që ishia të kënaqur ose shija një reagim mirë, më duket sikur po mbushej shpirti. Gjatë gjithë kohës kam patur emocione. Por si eksperiencë, një super eksperiencë të krijosh, domethënë ti je pjesë e krijimit të një filmi, super eksperiencë me Fatmirin, kam mësuar jashtëzakonisht shumë. Kjo është hera jote e parë si producent ekzekutiv? Po. Okej, kështu që ishte një rast i veçantë. Është një reformsim komplet i karakterit tim, një reformsim komplet për jetën time, kam mësuar jashtëzakonisht shumë gjëra që nuk e dija që ekzistonin. Kështu që jam mirënjohës kësaj eksperience dhe mendoj se jam rritur shumë. Shpresoj tani nuk është eksperjenca jote e parë si aktor. Si aktor jo, por mendoj se fokusi im më i madh ka qenë tek ana e biznesit në film tani, më shumë se sa ana e aktrimit, sepse mendoj se e kam konkluduar si gjë që në set, kështu kemi mbyll xhirimet si aktor. Edhe ai kapitull është mbyll aty, pastaj është pjesë e montazhit edhe pjesë e vizionit të regjisorit. Tani Marini shef për lart, vetëm fitime. Tani po dua që të jesh film. Po ka të drejtë, po ta mendosh. Do flasim sinqerisht, me që jemi në tryezë këtu, po patjetër. Domethënë normalisht që nëse je producent do sukses për filmin, do që edhe filmi të nxjerrë frytet e veta. Normalisht që ti nxjerrë frytet duhet është efekt ansor i pëlqimit publikut. Ashtu është. Nëse publiku ta pëlqen produktin, do të nxjerrë frytet. Me qira fjala, është shfaqur në kinema këtu në Tiranë, premier në Cineplex. Po në Kosovë a është shfaqur? Jo, ende. Planifikoni të shfaqet në Prishtinë, në qytete të tjera, nuk e di? Po, patjetër. Do vazhdojmë me premierën në Prishtinë, e cila është për më pak se 3 javë nga momenti që po flasim, nga 2 javë. Edhe pra në fillim të prillit në Prishtinë, dhe më pas do kemi lajmërime të tjera për qytetet e tjera, ndoshta shtetet e tjera, mund vazhdojmë në Maqedoni, mund vazhdojmë në rrethet e Shqipërisë. Shumë mirë, kështu që le ta shfrytëzojmë këtë, po them, moment që jemi së bashku edhe për të bërë një ftesë edhe një promo për shqiptarët e Kosovës që të shkojnë kinema dhe ta shohin. Jo, për shqiptarët e Kosovës besoj që është e kuptueshme, duhet ta shohin patjetër këtë filmin, se ne kemi një kast që ndahet mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Edhe të Maqedonisë, në fakt, është edhe të Maqedonisë, se njëri, më thënë, janë
2. Është ngjarje aty që ashtu po, se atje tani është periudha e Ramazanit, e kupton, dhe kinemaja nuk është në prioritet. E kuptoj, që ne respektojmë atë moment që t'ju japim mundësinë sa më shumë njerëz të vinë ta shikojnë filmin, do të presim që ajo të ndodhe, pastaj do ikë edhe në diasporë, do ikë gjithandej, e kupton.